Shumë prej nesh e injorojnë, por këmbët e enjura mund të jenë sinjali i parë i diçkaje që kërkon vëmendje. Enjtja e këmbëve, shkaqet, këshillat dhe kur duhet të shqetësoheni. Enjtja e këmbëve, e njohur ndryshe si edem, është një problem i zakonshëm që përjetojnë shumë njerëz, veçanërisht pas një dite të gjatë në këmbë ose ulur. Ajo ndodh kur lëngjet grumbullohen në indet e këmbëve, duke shkaktuar fryrje dhe ndonjëherë ndjesi rëndese apo dhimbje. Shkaqet më të shpeshta përfshin qëndrimin ose uljen për periudha të gjata, shtatzëninë, motin e nxehtë, marrjen e disa medikamenteve dhe një dietë të pasur me krip. Edhe pse shpesh është e padëmshme, në disa raste mund të jetë një shenjë kushteve shëndetësore më serioze, si problemet me zemrën, veshkat ose mëlqinë. Për të lehtësuar enjtjen e këmbëve, mund të provoni këto këshilla praktike. 1. Ngrini këmbët. Vendosini mbi një jastëk ose sipërfaqe tjetër, mbi nivelin e zemrës, për 15-20 minuta disa herë në ditë. 2. Lëvizni rregullisht. Shmangni qëndrimin ulur ose në këmbë për kohë të gjatë. Bëni shëtitje të shkurtra ose ushtrimet e lehta. 3. Hidratohuni. Pini shumë ujë. Kjo ndihmon trupin të largojë kripën e tepërt dhe lëngjet e ndenjura. 4. Reduktoni kripën. Një dietë me pak krip mund të ndihmojë në parandalimin e akumulimit të lëngjeve. 5. Veshje të rehatshme. Zgjidhni këpucë të rehatshme dhe shmangni rrobat e ngushta që mund të pendojnë qarkullimin. 6. Masazh i lehtë. Masazhimi i butë i zonave të enjtura mund të ndihmojë në lëvizjen e lëngjeve. Kur duhet të shqetësoheni? Konsultohuni me mjekun nëse enjtja shfaqet papritur, është e dhimbshme, prek vetëm një këmbë ose shoqërohet me simptoma të tjera si vështirësi në frymarrje, dhimbje gjoksi apo ethe. Ndërgjegjësimi dhe veprimi në kohë janë çelësi për një shëndet më të mirë.